Në orët e hershme të mëngjesit, qindra besimtarë musliman u mblodhen në oborrin dhe ambientet e brendshme të xhamisë së Hadumagës për të falur namazin e Kurban Bajramit. Në një atmosferë të mbushur me devotshmëri dhe solidaritet, festa e sakrificës u përjetua me përkushtim të madh. Namazi u drejtua nga imami i xhamisë Safet Efendi Hoxha, i cili në fjalimin e tij theksoi rëndësinë shpirtërore dhe shoqërore të kësaj dite të madhe për besimtarët. Vlera e kësaj dite është shumë e madhe, për shkak se lidhet mas pari me kryimin e haxhit për haxhit të cilët si vjet kanë shkuar në haxh, pastaj është prerja e kurbanit, edhe pastaj edhe namazi që bëhet Kurban Bajramit, e fillojnë tjera detyra ndaj ditës së cila prerja e kurbanit, ata që i prejnë në shtëpi dhe të tjera që i kanë bën jetë, pastaj shkojnë vizitat të tafërmit, dreka e Kurban Bajramit edhe festimet inshallah vazhdojnë 3 ditë 4, të cilat do të jenë brenda familjeve tona. Zoti i Madhërisht gjithëve që janë në këtë ditë shnoshë rahat me të mira i gëzoftë i begatoft, ata të cilët i kemi dashur në botën tjetër i mëshiroft, edhe Zoti na boft që çdo Bajram të jemi në situatë më të mirë, në gjendje më të mirë, afër njëri tjetrit me dashni, me muhabet, me mirësitë që kemi familjar në rrethin tonë. Urime gjithëve. Ndërkohë, njëri nga besimtarët e pranishëm shprehu urimet e tij për të gjithë besimtarët. Së pari uroj gjithë muslimanët për festën e Kurban Bajramit, uroj të kemi mirësi, paqe, dashurinë mes vetit. Uroj që të presin ditë më të lumta për gjithësi. Festa Kurban Bajramit vazhdon gjatë gjithë ditës me vizita familjare, urime të ndërsjella dhe shpërndarje të kurbanit duke sjellë më shumë dashuri, solidaritet dhe afërsi mes njerëzve.